Albin Kurti ndodh se pretendon nuk është i majt. Pas marrëveshjes skandaloze me Danimarkën për të burgosurit, Kurti tash e ka nisë edhe një projekt tjetër po as skandaloz. Kurti i ka propozuar Britanisë ndërtimin e qendrave të azil kërkuesve. Krejt kjo në këmbim të ndihmës së Britanisë në aspektin e sigurisë. Është një politik transaksionale e stilit të Trumpit. Është marrëveshje e turpshme, jo humane, e krejt e papranueshme. Kurti i ngjan Edi Ramës, i cili e ndërshkroi një marrëveshje të tillë me Italinë e Melonit. Propozimi i Kurtit është kamp i izolimit të emigrantëve dhe është në shpërputhje me të drejtat e njeriut. Për mua është befasuese me e pa Kurtin që proklamon se është i majt, duke propozuar marrëveshje që izolon emigrantët me qendra të azilit. Kurti ka hequr dorë nga parimet e tij humaniste. Kjo lëvizje e Kurtit është një tentim me qa izolimin ndërkombëtar në të cilin gjendet gati që 2 vjet. Pra, dëshiron me ndreq punët me bashkësinë ndërkombëtare në shpinë të emigrantëve. Kjo është hera e parë që Kurti bën marrëveshje jo humane. Veç kujtoni marrëveshjen për të burgosurit me Danimarkën. I mori të burgosurit jo danez në këmbim të parave. Kurti duhet me kuptu që nuk mundesh me kanë pro grupeve të marginalizuara në Kosovë e në anën tjetër me bë marrëveshje antihumaniste. S'mundesh edhe i majt, edhe me komunitetin LGBT, edhe me qendra izolimit të emigrantëve. Ndoshta mundesh, veçanëherë zbulohesh që s'ke qenë kurrë i vërtet në bindjet humaniste të majta. Nga krejt kjo, po del që Albin Kurti as nuk është i majt, e as i djathtë, po është skandaloz.